Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Hani disa kokra qershi para gjumit, të mrekulloheni me atë që ndodh organizmit. Nuk ka njeri që të mos jetë i marosur pas qershive. Është pamundur që të mos hutohesh nga larmia e nuancave të kuqes në treg. Vlerat dhe vëtit e qershive janë të larmishme. Qershit përmbajnë vitaminën A, vitaminën C dhe kalium. Vlerat shëndetësore që merrni nga konsumi i ushqimeve të pasur me vitaminën A dhe vitaminën C përfshijnë një sistem imunitar të përmirësuar, veti superiore të shërimit të plagëve dhe shikueshmëri më të qartë, veçanërisht në kushtet kur drita është e kufizuar. Konsumi i ushqimeve të pasur me kalium ndihmon uljen e tensionit të gjakut dhe zvogëlimin e rrezikut të formimit të gurëve në veshka. Qershit janë një burim i pasur i antioksidantëve të fuqishëm që kryesisht gjenden në fruta dhe perimet me ngjyrë të kuqe, vjollcë ose të errët. Një ushqim i pasur me antioksidant ul rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe mund të sjellë shumë përfitime. Konsumi i qershive ka gjetur lejon për shkak të një çlirimi të dhimbjeve nga sëmundjet si artriti. Kohët e fundit është zbuluar se qershit luftojnë pagjumësinë dhe dhimbjet muskulare. Kjo fal edhe natyrës antiinflamatore dhe vitaminës C dhe antioksidantëve që ato përmbajnë. Dëgjoni me vëmendje arsyet kryesore pse duhet t'i konsumoni këto fruta vërtet të shijshme, kryesisht edhe gjatë mbrëmjes sipas The Health Line. Ato ndihmojnë me gjumin. Sipas studimeve, vlerat antiinflamatore të qershive ju ndihmojnë të flini më mirë. Në ditët e ngrohta qershit janë një zgjidhje jashtëzakonisht e shijshme dhe freskuese. Zvogëlojnë ushqimet e darkës dhe këto fruta bëjnë një ndryshim thelbësor në shëndetin tuaj. Lehtësojnë dhimbjet fizike. Qershit janë natyralisht të pasur me kalium që përçon impulse elektrike në të gjithë trupin. Ky mineral ndihmon në ruajtjen e tensionit të gjakut dhe hidratimin, në rimëkëmbjen e muskujve, impulsiv nervor, tretje, rrafët e zemrës dhe ekuilibrin e pH-it. Në një gotë me qershi gjenden 330 mg kalium që përbën 10% të dozës rekomanduar ditore të kaliumit. Ato luftojnë edhe inflamacionin. Studime të shumta kanë treguar se antioksidantët e qershit mund të paksojnë dhimbjet dhe të zvogëlojnë inflamacionin e shkaktuar nga osteoartriti. Ato forcojnë imunitetin. Si të gjitha frutat dhe perimet, qershit janë të pasur me doza të mëdha antioksidantësh dhe përbërës që luftojnë virozat. Flavonoidet, antioksidantët që gjenden te qershit luftojnë infeksionet në shumë nivele. Studimet kanë treguar se këto element kanë ndikime domethënëse në funksionin e sistemit imunitar dhe të sjellin gjithashtu përfitime të mira për organizmin. Qershit janë një burim i mirë i vitaminës A, B1, B2, B3, B6, C dhe K, dhe i mineraleve të tilla si kaliumi, kalciumi, hekuri, bakri, mangani, magnezi, fosfori, zinku, por është gjithashtu një përfitim i mirë për organizmin. Sipas ekspertëve, këto janë arsyet kryesore pse duhet të konsumoni të paktën çdo ditë një tas me qershi, të cilët mund të sjellin rezultate të kënaqshme në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të ndryshme. Edhe ky frut njihet për faktin se po merr edhe përfitime të larmishme për mbrojtjen e trupit. Prandaj është më mirë që të përmbajeni dozës rekomanduar ditore rreth 200 gram qershi, përgjithsisht rreth 20 kokra qershi çdo ditë janë të mjaftueshme nëse konsumoni fruta të tjera. Qershit përmbajnë fiber dietike, celulozë, pektin, acid organik, gjithashtu proteinë dhe karbohidrate. Ngjyra e tyre e kuqe u jep atyre aminoacide dhe substanca të tjera fenolike me aktivitet antioksidues dhe antiplakje. Përveç kësaj, antioksidantët kanë edhe efekte të mira analgjezike, antiinflamatore dhe për këtë arsye janë të mirë kundër artritit. Antiocianinat e qershit ndihmojnë në shtypjen e simptomave të astmës dhe alergjisë. Stimulon prodhimin e kolagjenit dhe lufton inflamacionin dhe spazmat muskulare. Kështu që lëngu i qershive është treguar të jetë i dobishëm për atletët të cilët lehtësojnë dhimbjet e muskujve pas vrapimit dhe aktiviteteve të tjera intensive. Qershit përmbajnë element me indeks të ulët glicemik që trupi ynë i thith ngadalë, prandaj ky frut është i dobishëm edhe për diabetikët. Përveç ngrënies, ato mund të përdoren edhe për të përgatitur lëngje ose edhe receta të ndryshme për të marrë përfitime të mira. Qershi do të ofrojnë një mbrojtje të mirë për shëndetin e zemrës.
Këto fruta të kuqe që në shumë njerëz janë ëmbëlsira e preferuar e verës, janë burime të pasur të zinkut, hekurit, kaliumit, manganit dhe bakrit. Kaliumi ka efekte pozitive në shëndetin e zemrës dhe është komponent i rëndësishëm i qelizave dhe lëngjeve të trupit që rregullojnë punën e zemrës dhe presionit të gjakut. Ato kanë veti të mira antiinflamatore. Në sajt e efekteve të forta antiinflamatore, frutat e kuqe në përgjithësi paraqiten si aleate më të mira kundër dhimbjeve të kyçeve. Të pasur me antioksidant, ky frut parandalon oksidimin e qelizave që shoqëron procese inflamatore, kështu që rekomandohet për njerëzit që vuajnë nga dhimbjet e kyçeve dhe artriti, ose për ato që kanë lëndime sportive. Sipas ekspertëve, rreth 20 kokra qershi çdo ditë është një zgjidhje shumë e mirë edhe për të mbajtur larg këto inflamacione. Qershit stimulojnë tretjen. Përmes acideve të tyre mbrojtëse dhe sheqerit frutor, qershit stimulojnë punën e lukthit, zorëve dhe pankreasit dhe në këtë mënyrë stimulojnë edhe tretjen. Përveç kësaj, qershit nxisin edhe nxjerrjen e ujit nga trupi dhe kështu lehtësojnë sistemin e zemrës dhe qarkullimit të gjakut dhe aktivizojnë ëmbëlsinë dhe veshkat. Gjithashtu, substancat antibakteriale në qershi pengojnë formimin e shtresave në dhëmbë dhe mund të parandalojnë kariesin dhe problemet të mishrave të dhëmbëve si parodontoza. Gjithashtu, ky frut pastron veshkat dhe kanalet e urinimit sepse është një diuretik i shkëlqyer i cili ndihmon në sekretimin e urinës. Përveç kësaj, substancat bakteriologjike në qershi pengojnë formimin e shtresave në dhëmbë dhe kështu parandalojnë krijimin e problemeve të mishrave të dhëmbëve. Ato janë të mira kundër rrullave dhe plakjes. Qershit u rekomanduar njerëzve që vuajnë nga astma dhe alergjitë si dhe ata që duan të kenë lëkurë të bukur, sepse qershit përshpejtojnë prodhimin e kolagjenit. Ky frut në fakt përmban antiocianinet, të cilat luftojnë indet lidhëse dhe pengojnë formimin e rrullave duke shkatruar enzimat e dëmshme, të cilat e bëjnë lëkurën më të vjetër dhe më të rrullur. Qershit janë një shërues natyral për celulitin sepse mund të parandalojnë krijimin e tyre. Ato ofrojnë një disponim më të mirë dhe gjumë më të lehtë. Qershit gjithashtu përmbajnë antioksidantin melatonin, i cili qetëson sistemin nervor dhe kështu ndihmon kundër neurozave, pagjumësisë dhe dhimbjeve të kokës. Melatonina në fakt ndihmon në ruajtjen e bioritmit tuaj stabil dhe të saktë. Gjithashtu, shkencëtarët nga Universiteti i Luizianës kanë zbuluar se lëngu natyral i qershive ndihmon me gjumin. Ullëntimi i tyre ka treguar se të anketuarit kanë fjetur mesatarisht 85 minuta më gjatë pasi që kishin konsumuar 2 gota me lëng qershie. Qershit kanë shumë pak yndyrë dhe kalori të ulët, në 100 gram ka vetëm 63 kalori dhe janë një ushqim i shkëlqyer nëse jeni në dietë. Për shkak të përqindjes së lartë të ujit dhe kalorive të pakta, qershit ndihmojnë në humbjen e peshës. Falë fibrës dhe pektinës, këto fruta krijojnë ndjenjën e ngopjes. Ashtu si shumica e frutave, qershit kanë kalium, kurse kanë pak natrium, gjë që ndihmon në largimin e ujit nga trupi. Ullëntuesi në Universitetin e Michiganit thonë se antiocianinat e qershit të errëta mund të zvogëloj sasinë e yndyrës në bark dhe të ulën nivelin e kolesterolit dhe sheqerit në gjak. Qershit, qofshin ato të ëmbla ose të tharta, janë shumë të mira dhe një frut i shijshëm. Ato ofrojnë një sër përfitime shëndetësore duke u përfshirë vazhdimisht edhe në zvogëlimin e rrezikut të disa problemeve të ndryshme. Yahoo Live ka cituar se qershit janë të mbushur me polifenole, të cilat janë antioksidant të fuqishëm që ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimet dhe luftojnë inflamacionin, diçka që luaj një rol të rëndësishëm për shumë probleme kronike. Ngjyra e thellë dhe kuqe dhe vjollcë e tyre vjen nga antiocianinet, të cilat janë flavonoide të njohur për efektet e tyre antioksiduese dhe antiinflamatore. Disa studime kanë sugjeruar se pirja e lëngut të qershive çdo ditë mund të rrisë nivelin e antioksidantëve në trup, nga përshpejtimi i rikuperimit të muskujve deri te promovimi i një gjumi më të mirë. Qershit me të vërtet janë të vogla, por kanë përfitime të mëdha për organizmin. Ndaj përfshirja e tyre në dietën tuaj brenda normës së lejuar është çelësi për të marrë të gjitha këto përfitime të cilat i renditëm më herët. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.